Objekti i shkollës nuk guxon dhe nuk duhet të shembet. Kështu porosit avokati i popullit Naser Ziberi për problematikën e shkollës së fshatit Norov, ku shkolla e re ndërtuar nga prindët rrezikon shembjen, për shkak se institucionet konstatojnë se është objekt pa leje. Ziberi për televizionin Shenja thotë se është i njoftuar me problematikën dhe se nga kjo shkollë kanë bërë parashtresë në adresë të ombudsmanit. Është fakt i pamohshëm se objekti i vjetër nuk i plotëson kushtet elementare dhe minimale për zhvillim të procesit edukativ arsimor dhe është po ashtu e pamohshme se nxënësit me bojkotin humbin procesin arsimor. Avokati i popullit gjithashtu porosi që komuna dhe pushteti qendror të angazhohen që ai objekt të përfundohet dhe primare të jetë interesi i fëmijëve që procesi arsimor të vazhdojë, ndërsa procedurat ligjore të vazhdojnë që ai objekt të legalizohet dhe të jetë në shfrytëzim të atyre nxënësve. Unë nuk duhet mendoj se objekti i ri mund ta lënë pikpyetje perspektive narrative fëmijëve. Ai objekt nuk guxon dhe nuk duhet të shembet, përkundrazi institucionet edhe komunale dhe pushteti qendror duhet të kontribuojnë në përfundimin e punëve që ai objekt të vetë në përdorim, jo të shembet. Në një shtet normal, shton Ziberi, shkollën duhet ta ndërtonte veç shteti e jo prindët, por thekson se fatkeqësisht prindët të ballafaquar me një situatë të tillë kanë ndërmarrë vetë atë aktivitet. Të gjendur në një situatë të këtillë, banorët e Norovës kërkojnë që t'u lejohet vazhdimi i punimeve, kurse institucionet kompetente të gjitha arsyetohen për veprimet dhe mosveprimet e ndërmarra, por asnjëra nuk premton zgjidhje konkrete.